Kam 9 vite që jam fabrikën e vajt Ollirit Matjani, edhe vite tjera kanë qenë shumë të kënaqur. Këtë vit është pak ullini më i pagët, ndikon temperaturat më të larta, s'karon shi, po vitet të kaluar kemi qenë shumë të kënaqur. Këtë vit është pak më i dobët, është 40% e ullinit vitet kaluar. A ja vlen të kesh një fabrik vaj në këtë zonë? Ja vlen të kesh një fabrik vaj në këtë zonë, pse ka shumë ulli, fermerët ka mjell pak a shumë gjithë 90% të tokës janë me ulli. Edhe ne po shesim edhe vajin vetëm treg mreçme. Është 80-90% vajin pa shesim vetëm Shqipëri, në gjithë territorin, nga Lushnja deri në Kukës, që na vinë fermerët, në fermerët na vinë gjithë ato zonat, po dhe qytetarët që në vinë blenë vajin për familjen e tyre, na vinë gjithë Shqipërinë, gjithë zonën. Ju punoni gjithë vitin me fabrikën? Unë punoj 3 muaj. Punoj 3 muaj, jetoj në Itali, edhe vit sezonale, 3 muaj në Shqipëri. Jetoj 3 muaj këte dhe 9 muaj jem në Itali. Prej sa vitesh jetoni në Itali? Për 23 vite. Kam 23 vite në Itali, kam 9 vjetë që kem hapur fabrikën e vajt në Shqipëri, në fshatin e Matjan. A ja vlen kjo eksperiencë ju po bëni? Ja vlen. Ja vlen. Ke për shpenzim me gjona, po ja vlen. Nuk është keq. Se edhe fermerët s'kan ku ta çojnë vajin. Po në Itali të njëjtin proces po në bëni në buzëqe? Jo, në Itali nuk bëj një punë, bëj punë jam me ndërtimet, me ndërtime në Itali. Ke gjetur treg në Itali për të qitur vaj ulleri? Unë pa shes në Shqipëri. Edhe për momentin nuk kam gjetë treg në Itali, po jam i kënaqur për tregun shqiptar, se po më marrin komplet familjar, tregtar të Shqipërisë. 80-90% është vaj shitet në Shqipëri. Cili është çmimi i shitjes? Sot po shitet me 7.000 lekë, 6.500, 7.000 lekë, 7.500. Varet ke fermerët, varet ke familjarët, varet si kanë bërë momentin. Po sot është 7.000 lekë litri. Çfarë standardi përdoret për prodhimin e vajit nga fabrikat? Standardin kemi minimalin, me 22 gradë, 23 gradë, 25 gradë. Manemar, unë kam avanguardin italian, një nga fabrikat më të mirë në botë. Jo se po e them unë, po është rob që njohin fabrikat e vajit, Piralizi është njëra fabrikat më të mirë në botë. Ka shumë fabrika vaj në zonën e Matjanit? Jo, jem vetëm unë, në zonën e Matjanit. Po në përgjithësi në përgjithësi ka, janë 3-4 fabrika tjera, po në fshatin e Matjanit jem vetëm unë si fabrikë vaj. A mbetet më ulliri pa vjel apo pa u tregtuar? Jo, nuk mbetet. Unë po bëj 9 vite dhe fermerët Unë po bëj 9 vite dhe fshatet këtu e kam qytë komplet vajin. A janë nxitur ata të shtojnë sipërfaqet e ullishteve? Po, janë nxitur shumë. Në fakt 90% të tokat janë ndemjellur gjithë në ullishta. Do të thonë po lën serat e po pemtoret? Tukë ne s'ka sera. Tukë ne ka vetëm ullishta. 6 dëlym. Miell me ulli. Më përpara i patëm miell fasule, misër, grun, jonx për blektorin. Pse e ndruat kulturën? E ndruan për arsye se s'kishim leverdi, e mullëm ullisht, me ullisht kemi ma leverdi, se e në punë nuk do shumë, për na e ndrum, na grur e bëm ullisht. Prodhimin çfarë bëni? Prodhimin mbajmë për vete, sa na duhet për shtëpi, tjetrën e shesim. Hajde ketë mbjella me ullim. Unë, Reshata Salla, kam 6 dëlym gjithsej to, po 1 hektar ka të mbjellë me ulli. Janë 3 qerraj ulli. Prodhimi nuk është shumë i mirë si vjetë, në krahasim me vitet e tjera. Ka shumë pak, cilësia e vajtit është normale, është bio, ku thonë se ulliri këtu është akoma jeshil, sa me jeshil tjetë aq më mirë që ka cilësi. Po sa për çmimin këtu të pak 7.000 lekë sot për sot, kishte çik më tepër. A ja vlen të mbjellësh ullim? Normale që e vlen, në zona jonë është shumë e thatë dhe shqyqy që në një më ngëzot, se ne jemi pa vaditje, ulliri jonë, edhe në du me qëndim edhe nga shteti. Rrugë, jo, masi gje, nuk kemi ndim. Edhe për banjë, jo të shkoj 7 edhe 8 të shkoj. Në këte kemi kulturë. Pasaj përket edhe punës që bëhet nga punëtor, argat nuk ka. Një punëtor pak ndo 30.000 lekë.
Edhe sa do të nxjerri, se ulliri edhe nuk ka, do të rrehegji panit, jo makinerit, jo transporti, edhe që nuk e lëvërtis me 7.000 lekë për momentin. Ne sa më shumë tjetë më mirë, po tani, po është cilëcore, zona Ballagat përgjithësi. Gjithmonë me ullinje ke pas tokën? Jo, tani këto 7-8 vitet e fundit është mbjellur ulli, por ka dhe me të mbjellë shpejt. Ka dhe pas më përpara? Qershit ka qenë mirë, po koha tani ndryshoi çdo gjë, u tha nga temperaturat thahen shumë. Ka shumë thari ulli, ato qershit dhe nuk ka. Zona përshtatet më mirë me ullishte? Tani për momentin po, deri dje ka qenë lulediellet edhe gruri. Tani i ikur i bë qershia, pemtaria, tani është ulliri. S'ka gjë tjetër më, përveç ullirit.